Sapo presidentja e vendit shpalli zgjedhjet e jashtëzakonshme duke shpërndarë fillimisht kuvendin, zgjedhjet me 28 dhjetor janë thjesht rrjedhoj e një situate që ka vazhdu që disa kohë, me Albin Kurtin që ka lujt me opozitën si maca me miun, qysh në fillim kur e kandidoi Albolina Haxhiun për të parën e kuvendit u pa që Albin Kurti nuk ishte synim për ta zgjidh situatën, thjesht ai synonte që sa më shumë ta zgjaste procesin në mënyrë që ky proces të afrohet me afër zgjedhjes së presidentes, në mënyrë që edhe Vjosa Osmani të inkuadrohet si pjesë e këtyre zgjedhjeve, me çka edhe do të rritet vetëvendosja sipas versionit dhe mendësisë së Albin Kurtit. Kjo duket shumë reale duke pas parasysh se 28 dhjetori është vetëm 3 ditë përpara vitit të ri, kur mërgata më të madhe vinë në Kosovë për festat e fundvitit dhe dihet që sipas rezultateve, pra historikisht mbi 80% është votuar vetëvendosja. Kjo rrit shanse të mëdha që vetëvendosja të rritet, pra nga 43 gjykoj se do të jetë dikon te 47-48%. Kjo natyrisht do të jetë në kurriz LDK-s, e cila pritet që të jetë partia humbse në këto zgjedhje, marr parasysh faktin që LDK-ja pra nuk ka arrit ta lexoj mirë politikën dhe ka rënë grackën Albin Kurtit, i cili disa herë i dërgoi thirrje për koalicion, mirë po LDK-ja nuk ishte e gatshme thjesht për ta kuptuar lojën e tij, edhe për të marrë përgjegjësi dhe me çka u rreshtu në krahun e opozitës dhe PDK-s. Kjo sigurisht nuk është lexuar, nuk është prit mirë nga elektorati. Prandaj kë pritet që të jetë një më falni se jam me gre pak, kë pritet pra të jetë rezultati i këtyre zgjedhjeve. Për gjithë ata që mendojnë që kjo video është në favor ose me tendencë, unë ju them që nuk jam në asnjë parti politike, se po t'isha thjesht kam pas mundësi dhe kam për të qenë pjesë aktive politikës, mirë po nuk jam pjesë asnjë partie politike, thjesht e kam thënë qysh prej fillimit që Albin Kurti nuk kishte synim për ta zgjidhur ç'është problemin, pra e ngërçi që ishte krijuar, por ishte opozita që nuk ka ditë me lexu këtë. Është dash opozita që thjesht fillimisht çdo që propozonte vetëvendosja t'ja votonte edhe qeverinë, mirë po pastaj ta linte vet, si thua, të ballafaqohet me situatat në terren dhe dilte opozita me alternativa tjera, jo të bëj pengesë me çka tek qytetarët është lexuese dhe do të lexohet si pengesë për situatën aktuale. Mbetet për të parë, shpresojmë që të mos futemi me një ngërç tjetër, me çka gjasat janë të mëdha, nëse vetëvendosja nuk merr pra e vetme mundësinë për ta kriju qeverinë e ardhshme, dhe nëse opozita mbetet në këto qëndrime aktuale. Uroj që të mos kalojmë nga një ngërç në ngërçin tjetër, por më në fund të zgjidhet kjo status quo në cilën është futur vendi ynë. Me zgjedhjet me 28 dhjetor janë një mundësi e mirë qytetarëve për të ndëshkuar gjithë ata deputet të cilët nuk kanë marrë përgjegjësi për ta çuar vendin përpara, mirë po janë rreshtuar thjesht si piona para liderëve të tyre të partive politike, me çka edhe thjesht e kanë stagnu vendin që nën muj.